në gjykatën kushtetuese pezullimin e ministres nga një prokuror dhe një gjykatës. E kam ankimuar unë, natyrisht si kryeministër, jo si Edi Rama. Vetë protagonistja e çështjes Belinda Balluku duke se nuk ka as pak qartësi se si do të rridhin zhvillimet. Ndërkohë 8 anëtar të gjykatës kushtetuese teorikisht zotët e situatës ende rrin me sytë nga godina ngjitur aty ku pritet vendimi vetëm i njeriut, kryeministrit, i cili prej vitesh luar rolin e kryegjyqtarit, kryeprokurorit, kryeredaktorit dhe kryepropagandistit të vendit. Balluku u vundën e tim për shkeljet e barazisë në tendra dhe u la pezull nga detyra, me ndalim për totali jashtë vendit. Në një realitet normal, çdo ministre nën akuzë do të kishte dhënë dorëheqjen ose kryeministri do ta kishte larguar atë menjëherë. Por as dorëheqje nuk pati dhe as shkarkime. Madje përkundrazi, Rama zgjodhi të priste duke testuar edhe një herë drejtësinë e re, atë që në letër është e pafahur, por në praktik pret sinjale politike. Kryeministri ishte informuar kohë më parë për hetimin ndaj Ballukut. Lajmi qarkullonte gjerësisht, por ai e rikonfirmoi në post jo për ta mbrojtur, por për lojën e tij të zakonshme të adrenalinës politike, ku çdo figurë qeveritare shndrohet në pjesë të skenarit të tij personal. Nëse kushtetuesja vendos të lërë në fuqi pezullimin, Rama del findimtar. Ndoshe si den se drejtësia nuk është në kontrollin e tij, do të fitoj pikë ndërkombëtare, vetë do shfaqet para Ballukut si institucional dhe po ashtu i drejtë. Në të kundërt, nëse vendos pezullimin, është antikushtetues dhe ajo rikthehet në detyrë. Rama fiton përsëri. Vetëm se do dëroj disa ditë zhurmë mediatike për kapjen e drejtësisë. Në të dyja rastet, kryeministri mbetet regjisor dhe aktor i teatrit absurd që ka ndërtuar ai vetë. Një skenë ku publiku mbahet i ndarë dhe i lodhur, ndërsa pushteti ushqet me krizë pas krize. Ai do të përdorë si argument të është preferuar vendimin për mos shkarkimin e Veliajt, duke pretenduar se kushtetuesja është e lirë, ndërsa propagandistët do të sjellin shembuj ndërkombëtar për të mbështetur narrativën e tij. Skenari i radhës ku Rama, si gjithmonë, pret të dalë fitimtar fal një opozite të dobët dhe një sistemi të korruptuar që zgjohet vetëm kur ka zgjedhje.